e dhimbshme, por fatkeqësisht e vërtet. Trafiku rrugor i kryeqytetit Tiranë është një katraure për sosë, ku sundon antiligji dhe jo struktura kompetente ligjore që në vend të sistemojë situatën në ri dhe vështron gjithsa. Shihni vetë pamjet e fotografuara nga një investigim i CNA. Ato nuk kanë nevojë për koment. Flasin vetë. Automjete që bllokojnë stacionet e urbanëve duke sfiduar madje edhe vijat e verdha me shënimet bus, që absolutisht ndalojnë parkimin. Automjete të parkuara para kazanëve të edhurinave duke sfiduar rregullore dhe ligjin e trafikut. Automjetet që bllokojnë tek trotuaret që i kthejnë ato në vend parkime pa dashur t'ia dinë se ato janë të destinuara vetëm për udhëtarët. Automjetet të parkuara madje edhe në vijat e bardha të kalimit të këmbësorëve, të cilët duke shfryrë mallkojnë policinë që nuk ndëryn por i lë të livadhisin. Sepse pjesa dërmuesje e shkeljeve të sipërpërmendura ligjore kryen në prezencë të shërbimit policor statik, pa përmendur efektivët mobil që patrullojnë zonat të ndryshme të trafikut, që kalojnë me automjetet e policisë së shtetit, i shohin bandillët shkelës të ligjeve dhe vijojnë pa kthyer as dhe kokën dhe jo më të ushtrojnë marrjen e masave ndëshkuese. Ndaj dhe rastet e dikurshme sporadike, së fundi janë kthyer në fenomen masiv nervangritës për qytetarët. Ndaj dhe katraura po e zgjeron gjithnjë dhe më shumë kraterin, ngjashmërisht me llavën vulkanike që nga mungesa e barierave ndaluese vjen një ditë dhe përvëllon gjithsa. Faktet e sjella flasin vetë. Ato përmbysin deklaratat e raportimet e përditshme të policisë për menaxhimin me sukses të trafikut kryeqytetar. Uroj që të njëjtin zell që ka nisur, edhe pse ende pa bazë ligjore specifike për ndalimin e monopatinave, policitë zyrtare ta spostojnë edhe në menaxhimin e trafikut të Tiranës.